më vlla gjithë, o vini afër meje, o mzini vëndin. Sa dua të jem larg mërzitin pa kufi, son të do këndoj për ty, jo që njini vetë që si, kënga ime në gjithet larg, ati larg në qilin blu, ju yje më dëgjoni, kënga ime është për ju. Gjoni të kju presh ti, sa her ju pyes, sa largeni ju më duke si më thoni, fluturon në qelin blu, sa do të doja në këtë nat, këngën time mos ta mbyll, dhe të ngjithe ma të lart. Duke të pash, mosa, duke të pash. Che parto io? Kan barim, ju o yje më dëgjoni, të kju presh ti, sa her ju pyes, sa largeni ju sa do të doja në këtë nat, këngën time mos ta mbyll, dhe të ngjithe ma t'je lart, dhe të kthem në Kuptoj që më kupton. Qa bëna aty? Po like duhet një karrige. Bambolejlo! Ka da i botë. Kuptuar. Ata njerëz që pa u njohur lexohen si arrogant. Qiu kjo që e Dhe këta njerëz duan dy fish tre fish. Kur shkoj ke rezultatet e dikujt që nuk lexohet. Se në një sjellja internacione. Po, bëm një këngë për kërkesën edhe. Po harrum. Po dhe dëgjojnë atje kur dal aty në YouTube. Duti. E bënëm një super kohë. Duti që për njohi. Edhe puklën, po. Për kërkesën. E di ç'më bëri më çam ka bër mua kjo. Çfarë ke bërë Arminës më? Mua ngune për teje, më. Hë? Mua ngune për Arminës të, më. Ja, po dhe Armina lëshon në herë proçka. E bën. Po me rëndësi që është penduar. Ka ndru mendim. Shiko, unë nuk e besoj kur. Po ta kthejmë kohën, do kish fol ndrysh. Mund të besoj për çdo njeri, po për Armin nuk e besoj kur këtë. Mund ta ketë thënë, po s'e ka menduar. Dëgjoj një bif e kishim, po nejsa. Mi më bif. Mund ta ketë thënë, po s'e ka menduar thotë shkëta. S'e ka menduar, jam e sigurt. Jam e sigurt. Ta vë bas tani. Po, e qartë. Po, ideja është kjo që duhet në herë 2 fish, 3 fish punë, për me shku aty ku tjetër shkon shumë më letë. E di po, unë këtë brënda, Angel, unë këtu brënda realisht, kur jam qëkur nga të një fare, kam thërë unë do bëj atë që më vjen në atë situatë që më Po, ti ke qenë shumë e zellshme, edhe kjo është gjë e mirë që ke qenë e zellshme, po ne ju du të milen hapësirë dhe tjerëve. Mendoj unë. Unë mund ta kem pas dhe vetë në jetë këtë gabim, se ja i ankohet ai atje që të lë rehat. E di po, në momentin që thash unë për shembull edhe nesër dhe dal,
Unë e di që mund të jem më e keq kuptuara këtu brenda, po unë e di që unë çdo gjë që kam bërë këtu brenda, pavarësisht se si duhet, unë Ti ke qenë vetvetja. Unë kam bërë Unë me aq sa të njoftë ti ke qenë vetvetja. Do të thënë, a janë gjërat e egzageruara këtu brenda patjetër, se nëse mua s'm pëlqen ti unë nuk rri me ty jashtë. Soni, unë me ty do kisha dash më shumë që të flisja, sepse nuk kam perceptuar karakterin shumë mirë nga jashtë. Po unë kështu jam jashtë. Do të thënë, për mirë apo për Ti hyre që të të njohin si je përtej skenës. S'ka nevojë 100%. Unë do kisha dash vetë, duke qenë që të kam të vlerësoj shumë. Mendoj që kam Do mund kisha dash që të pika thellësisht më shumë. Ka mund me dhënë më shumë se i del në era i damare, unë Damari du. i tropojës. Marin e kanë zjerë. e dashuroj Gajeti kur i me del ai origjinë nga damare. Tropojaja? Po s'mund ta bëj për. Ja thash, Bëhet damari keq. Nga ja tropoja? thash edhe në Prime. Po pra damarin e tropojës. Se ke nxjerr tamam. Jo, s'ka lidhje me nxjerr damarin e tropojës. Kjo e ka natyrën, e ka me temp, e ka tempin, kjo e ka brenda vetes, po Soni vazhdon është e kontrolluar në gjën, se Soni ka hallin e gjës që ka ndërtu jashtë, unë e kuptoj shumë mirë. Dikush që ka ndërtu gjëra jashtë, ka shumë për të humbur. Women say wicked, when you are wanted, streets are out, you know. O, vis. Realiteti është që dikush që ka ndërtu shumë gjëra jashtë, nuk do të hollin. Out of the rain, when you stray, no one remembers your name. When you stray, Ose ti kur kërcet, ju s'un kam qef debate ose shkryet. Më pëlqen kur Robi e thot mendimin dhe ja vë pikën, se pse do ta lësh veten evazive, pse do ta lësh veten të keq kuptohesh. A? Jo gjithmonë, Kam por bërë, po, shiko, Angel, ti edhe çfarë më the, unë ndërkohë se po të dëgjoja për punën e dhe jo po tek se duhet me i marr ashtu. Ishte gjëja fjalë vetes. nuk e kam lënë vetes sipas mendimit tënd, po unë e kam super sqaruar. Unë e kam super sqaruar si gjë. Pastaj varet se çfarë doni me kuptu. Unë ta thash edhe çfarë. Domethënë edhe për punën e tekstit ashtu. Ndonjëherë unë edhe zhakun e kam mbrojtur. unë për shembull mbas gjës, diskutimit, më racisja me një këngëtare tjetër që Ke qenë vetvetja. jeni Njoh jashtë, ashtu ke qenë këtu. brenda të njëjtës gjë. Nuk është që ti ke qenë Edhe më tha që ndodh, tha që ne nuk e dim të kujt janë tekstet. Ajo shkruan për vete tekste, po tha ndodh, tha që shumë artistë marrin tekste që personi, producenti, menaxheri, thjesht do bësh të tekstin edhe nuk. Thash po pse duhet i ngeli Sonit? Nuk më kanë ngel mua. Unë atë rast edhe zhakun e kam mbrojtur. Se nuk doja të thoja që shiko se menaxhmenti im s'ta ka pëlqyer tekst. Jo. Jo. Sepse I'm sorry, girl. Jo, e ke gabim. Kur është në profesion tjetër vritet. Dhe unë ndonjëherë Por ndonjëherë është më mirë. Ndonjëherë është më unë ja thash dhe ajo e kuptoi dhe se fillon nuk me një tekst më pasaj. mirë mbase. Jo, zemër se unë atë e godas në profesion në një gjë që ajo e aspiron ta bëjë. Dhe unë nuk prapë se prapë e ruaj. E kuptoj, dashamirësinë, Nuk dua ta godas. Kjo është e gjithë gjëja dhe unë ta thash. Ja thash asaj që Është sa bukur tani po se menaxhment, po ja kam thënë këtë gjë, pak më soft, për mos ta lënduar atë. Se unë jam pak më e madhe, kam më shumë eksperiencë, kam më shumë karrierë dhe gjithmonë dhe unë e shoh sa aspiron ajo për të qenë. Kur nuk ka qenë deri tani një person jashtë, domethënë i bën 2-3 llogaritë kësaj vajze, kjo vajza kur shumë tekste nuk mbajnë emrin e saj do të thotë që janë korrektuar më shumë se ç'duhet ose nuk janë pranuar. Dhe unë nuk mund ta vras atë të them që shiko se teksti jot thjesht nuk u pranua nga menaxhmenti. Dhe unë ja thash që menaxhmenti, ja thash në mënyrë më të lezetshme, menaxhmenti zgjodhi tani diçka më mirë kupton, tjetër. jo gjithmonë Po unë lexohet. preferoj ta ruaj deri në fund gjën. Dhe ja thash edhe mua, nuk për shkakun kam bërë një bashkëpunim dhe nuk është bërë ai bashkëpunim. Kjo për shkakun më pëlqeu që thën, ndoshta gabimi është që nuk e kemi njoftuar ose nuk i kemi thënë që shiko se nuk u bë telefonata. Po telefonata unë kam zgjedhur mos ta bëj. Ke qenë vetvetja. Po. Që unë mos ta doja ta. Po ndonjëherë është më mirë ndonjëherë në sa gjëra e di me. Unë jam tip shumë i kujdesshëm. E kuptoj, por ndonjëherë më mirë është me qenë jo e drejtë për drejtë, me thënë shiko, kjo gjëja nuk funksiononte.
përpiqemi të bëjmë diçka. Të tjerët kush janë shumë se kuptojnë. Dhe kalojnë sepse gjëja ashtu, jo populli. Shaku se ka kuptuar se ndoshta e ka dashur shumë atë gjë. Edhe unë doja shumë ishte. Nuk dhe i thash që gjërat nuk vendosen nga unë, sepse unë kam karrierën everyday life e kam një gjë që varem profesional. Pra unë kam një staf të tërë që merret me atë gjë. Unë në këndët me parte se kam zgjedh vet. Ma ka zgjedhur në tjerë dhe stafi që ti ke përfunduar këtë e vogla, kam dashur rrugë, kam qenë me kohë për të lutit kaq për ta kënduar atë. Dhe thoshin që ti do e këndosh. Dhe unë nuk e doja, por e kuptoja që është një zgjidhje më e mirë dhe janë objektiv. Njerëzit masivisht nuk e dinë se si funksionon. E kam seruar. Atëherë, a ditë këtu. Edhe me mozën e kam seruar. Mbaj me ditën Prime nuk e di se më kush Sara, po Sara ashtu që thanë, këto muhabete nuk janë muhabete ferme, janë gjëra. Po është mirë që njerëzit jashtë me ditë si funksionon ndonjëherë dhe patjetër. Dhe ka interes të dinë si funksionon backstage-i. Dhe në mënyrë pak më profesionale kam seruar me mozën duke bërë një bisedë të dyja bashkë. Po e kam dëgjuar. Domethënë të kuptohej jashtë. Por jo se unë zdis bëj sa shumë. Shikome se ti zgjedh edhe të mos e diskutosh edhe mos e bësh. Po ideja është ke marr gjithë atë sakrificë hyn këtu brenda për me tregu gjëra nga vetja, më shumë nga backstage i jetës tënde se sa nga stage. Po kjo jam, ç'të kupton? Jo, shumë fajn. Po prandaj po them, është bukur dhe interesante për publikun që nuk di ç'a bëhet backstage me jetën tona, me ditë si funksionon që tekstin ndonjëherë të bita zgjedhësh ty, zgjedh dikush tjetër. Neve kemi ghost producers dhe ghost writers. Po kanë këngëtarët Drejku me shok, ghost writers, jo më. Kështu që neve na thuhet që është ky person dhe it's okay dhe del një tjetër. Po që shikon në të vërtetë. Më ka ndodhur shpesh që shikos atë që në të vërtetë mbaroi nuk Vera më mbaroi e bardh. Kështu që unë studia më thot ky është Po, unë e di shumë mirë, për shumë prandaj po them që varbi unë kur më tha e kam bërë unë, u habita. Faleminderit. Gëzuar. Hajde kur jeton në grup do e gjesh çka të telat. Unë e di shumë mirë se dakti këtu që futen në studio punojnë, ka plot raste që hynë në tekst që shkruan. Dhe normal që nuk del aty që shiko se në tekst është edhe dagzi, kupton? Patjetër, se personi që e ka nis tekstin fillestar, ka ndru 1000 gjëra rrugës e teksti nuk është as më i njëjti që ka nisur. Po njerëzit masa nuk e dinë se si ndërtohet. Kam seruar me mosën se jam munduar të gjej një person që është më in në muzikë. Po. Për ta seruar pak. Është mirë që e ke sqaruar, ne është mirë. Jo se Prime është më i rëndësishëm se sa se Delli, thash unë për shumë personalisht shumë gjëra kam kap Delli se sa në Prime. Ju keni zgjedhur Prime të jeni më Po s'ka, aty të shpejt. Shpejt, po edhe prapë keni zgjedhur jeni më politikisht korrekt në Prime se nuk e di pse ju është dhënë kjo përshtypja që qa thonin në Prime, jo se është qeshia mbi tort, po mendoni që kur e thon Prime ajo gjëja pasi çka kanë ndodhur të gjërat e tjera nuk kanë. Jo, unë jam koshente, domethënë që plus njerëzit janë më të qetë kur e shohin në Delli dhe ne jemi më qetë për ta sqaruar më specifikisht edhe kanë kota dëgjojmë. Po dhe ndjekin në Delli, domethënë. E gropën na e tregoni vërtet, na e tregoni se jemi. Nuk e di më. Unë diçka mendova Armal thash ta bëjmë me energji, se ne nuk e dim punë e gropë. Vazhdoni me energji. Gjeni gropë. Bëje me energji, Armina. Vazhdo Armina me energji. Interpreton çdo gjë që them. Unë kam përshtypje që kjo puna e gërmimit ka qenë si ajo fabula e dikushme me atë babain. Me atë babain që tha gërmoni për të gjetur Arin. Edhe unë thash shkojmë neve. Unë këtë përshtypje kam. Atë kam thonë që do të parë. Edhe tha pastaj, ne që e punuam tha, nuk e mbjellim? Angel, do ju japim edhe juva, më besoni. Jo, zemër faleminderit. Aman. Aman, se boll jemi akuzuar që na keni dhënë, edhe s'ta ka dhënë gjë njëri. Kemi dhënë? Ku ti kemi dhënë? Sa i thash dikujt orë mirë që na i kanë dhënë. Mirë që po ashtu që jemi korruptu, po ku janë lekët?
Se mirë që kemi Jo, unë korruptu. po thoja këtë gjë. Ta shohim. Se di pse mendoj njerëzit që na keni dhënë lek, dikush nga ju na ka dhënë, po na ka dhënë ndonjë nga ju. Dikë, po. Sara. Po ha pra. Ha më. Se do ta kemi me Po vetë tash e them. Keni marrë këtë sezon? Kemi merituar. Bolzi Liu kemi pat. Ai mani mend çka keni fituar sa kemi fituar. Kemi merituar. Jo, po ku i leni herë? Kemi fituar. Apo i çoni kështu, i çoni Këtë atë. moza ka fituar. Jo më në grup po keni qenë, keni fituar 600. Ka fituar Dhe syri nuk keni ka marrë syze. kur. Kur deli ne. Neve të rretheve pa pa njëri. Lek Jemi zemrës pije. a ne bëni pa syze o gjë. Edhe kishe më shumë edhe Po, më jepi pa syze. Shumë fare. shohet fare. Ku ishim ne në bisedë? Pse? Jam e lezetshme. Tuk e kjo? Te kem për të përmendur nishin. Ah, to si. Dak të bësh me rak tani që. Jo, ti kur pi lëshohesh fare. Po ti lëshohesh fare. E lezetshme, po lëshohet, më pëlqen se vjen kështu. Sa mund të jetojë, unë as ja kam ide. Ai pi edhe vjen Do që po të kështu. kërkon tani. Ja nis më dallaver. Kur e po kam bërë me? Po sa herë që lëshon ai got. Kishte ditëlindjen para sa ditësh Armina? Prajmin e kaluar. Se bën tërkos. Hajde edhe një herë. Kur e ke pasur Happy Armina? birthday Da to gjashtë. you. Da gjashtë. Happy birthday to you. Ua, shef. Happy birthday to Iliri më bëri një super dhuratë. Nuk më korruptoj, por Faleminderit. Edhe 100 Armina. ai di që kush kërkon. Tani ti Ishin jepi Arminës se ka ditëlindjen. Jo më ti. Jo, shofmi të shoh. Faktikisht Iliri duhet të jepte Arminës, faktikisht, po. Jo, ja ka ka ide. Tashi po i vjen ditëlindja Jo, ai të tjetër. ka lek kjo. Jo, po çfarë është kjo? 45 bëri. Ti ke lek. Nuk e fare. Armina nuk e fare. 45. Shikon? Edhe Po ankoj. ti je biznesmene. Jep më re. Edhe ankoj me mua që lëshon. Piu. E lëshoj fare. Ju si dini perla që lëshojmë Prime këtu. Lere. Ju shqyr që si dëgjoni perlat. Shqyr që si dëgjoni sa them Prime. Shumë bukur. Venjë. Po do i vë tani. Edhe unë po deshët sami. Po. Po jo. Unë kam parash mirë, po të ndoshta nuk e din. Iliri mund të jetë i vetmi që çka ka dëgju ka bë sikur si pëlqejnë. Por brenda zemrës. Ka bë sikur si pëlqejnë, po i ka zbatu. Çuditërisht. A këshillat e shokut vet, domethënë se kështu është kur të marrin me të mira dhe të bëjnë furça, s'të ndihmon njëri me furça, kupton? S'ka mujt me përparu dot me furçat e shokut. Hajtë se dhe i gotë më shumë e ke sot. Mirë se shoku vet maksimumi që ka bërë është ka thënë nuk janë dakord. S'kam telefonit tash. Po s'jam dakord. Faleminderit. Po Wow! se ke pasur ditë me. Wow! Shife e çarrote. E, po pse Ska gjomë valla. Kur e ke ditëlindjen? Mund të silli lek. Faleminderit. Ishte një marrë. Faleminderit. Shpresoj ta Vim kem. në ndonjë konferencë. Se Bolzi Liu kishte